Në teritorin e Suarekës, mes relievit kodrinor dhe natyres karakteristike të kësaj treve, shtrihet fshati Mohlan. Një vendbanim rural me traditë të hershme dhe jetë të qetë komunitare, fshati ndodhet në një lartësi prej rreth 400 deri në 500 metrash mbi nivelin e detit, duke ofruar kushte të përshtatshme për jetesë dhe zhvillim të bujqësisë. Mohlan konsiderohet si një fshat i vogël me disa banor, ku ruhet një frymë e fortë, bashkëpunimi me lidhje të ngushta familjare. Banorët ndër vite janë marrë kryesisht me bujqësi dhe blegtori, duke kultivuar drithëra, pemë, frutore dhe duke rritur bagëti, si burim kryesor i jetës. Edhe pse sot një pjesë e banorëve punojnë në qytete apo jashtë vendit, lidhja me vendlindjen mbetet e pandërprerë. Sigurisht se shumë vendbanime të Kosovës edhe Mohlani ka kaluar periudha të vështira historike. Gjatë luftës së viteve 1998-99, zona u prek nga zhvillimet e kohës, duke lënë gjurmë në jetën dhe kujtesën e komunitetit. Sot Mohlani vazhdon të ruaj traditat, kulturën dhe mënyrën autentike të jetës rurale, duke përfaqësuar një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë dhe identitetit të qytetit të Suarekës. Përshëndetje shikues miq dashur, mirë se po takohemi me një javë tjetër të emisionit Votër me Valin. Çfarë kënaqësie e madhe që e kam mundësinë me u thu në përfshatra të votrës tonë, të Republikës tonë të Kosovës. Mundohem që nga java në javë me gjetë vendet që zakonisht ndoshta për nga emri ose për nga historia janë paksa të harruar, le themi, dhe mundohem që me i paraqit ato përmes pamjeve, përmes natyrës, përmes historisë, mbi të cilën e kanë. Sot jam në fshatin Mohlan të komunës Therandës, ose me emrimin e vjetër të Suarekës, një fshat që në fakt ka një histori bukur të madhe. Nismi për nga lufta që ndryshoi gjithçka me zhvillimin e luftës, por që para luftës muslimanë ortodoks kanë bashkëvepruar së bashku në këtë fshat, kur deri në pas vitit 1998-99 më falni, kur edhe serbët e kanë praktisur këtë zonë dhe mandej ka mbetur vetëm zona e shqiptarëve. Një fshat me banor shumë punëtor për ndryshe, e gjatë ditës së sotme kemi me mundu që me i gjetë ata me bisedu me ta, sepse e di që edhe fshati Mohlan është praktisur ndër vite, ju e dini faktorë të ndryshëm, siç i merr edhe gurbeti të rinjet e fshatrave tonë, kështu që po mundohemi që për të mos e zgjatur shumë këtë hymje, po mundohem që me gjetë njerëz me pa dhe me njoft kush është fshati Mohlan dhe kush janë banorët e këtij fshati, po as njerëz fantastike dhe punëtor. Qëndroni me mua dhe me pamjet e dinit që vinë në këtë javë në Mohlan të Suarekës.
Në përfshatra ku të që shkoj edhe i vizitoj edhe takoj njerëz, jo pa dash me i gjyku të tjeret që nuk janë të mirë, po kryesisht kërkoj edhe gjithmonë jam ai hezituesi që me gjetë njerëz që kanë çka me tregu për vendin e tyre, por pse jo edhe nëse e njohin edhe për gjithë historinë e Kosovës, atë që është e madhe. Unë kam një kënaqësi shumë të madhe që në fshatin Mohlan e kam zotin Isuf Gashi, ish punëtor i arsimit, tashmë në penzion, por që me një jetë ndoshta me i pyet këta të cilët kanë kaluar gjithçka thonë që i kena 300 vite. Po thuaj, kështu me higa. Zoti Isuf, faleminderit shumë edhe për mikpritjen edhe për fjalët e mira në fshatin e juve. Kam ja nis. Po ja nis mi prej si ja kom fillu me punu e knetësh. Po, pe kur mon men, se qas mon men ju. Po. Jena, po të pës pak për Mohlanin si fshat, masane me dal pak edhe tek arsimi që ke botë edhe çka ke kalu, po kisha dosh më nol pak para lufte. Si fshat e mon men njerëzit, kanë ik disa prej tyre, nëse kam informacione shumë vite përpara ka pas edhe ortodoks që kanë jetuar në Mohlan, mandej lufta, krisi dhe u zhvillua gjithçka që mbetën mandej veç shqiptar. Qysh e mon men periudhën e para luftës, zoti Isuf? Po sigurisht periudha e para luftës ka qenë shumë e vështirë tek ne, mëse kemi jetuar në fshat 2 nacionalitete, edhe serb edhe shqiptar, kështu që shkollën e uzurpuan atëherë, mos atë dhunshme, me gjysa shkollës e jona, gjysa e atyne. Kemi pas shumë kushte të vështira, kemi punu me kushte shumë të vështira. Masanej A mujna me ecë, faqe më tërpi. aktivitetet nuk i kemi nalë, mësimin nuk i kemi nalë, kemi punu edhe ma shumë që kemi punu ma herët, sepse di çfarë kohë ishte, kështu që gradualisht i kemi zbatu gjitha ato rregulla, ato punë që çdo është me kry para luftës, për vendin, për fshatin tonë, megjithse na ishim 2 nacionalitete këtu, edhe ishte vështirë pak, mirë po, sidoqoftë ne i kemi bërë edhe kur kremtojshmi festat tona, që 28 nëntor e festat, i kemi kremtuar shumë ma tepër se sot që pi kremtojnë. Domethënë, ashtu kemi qenë. Qysh kanë qenë Agji Isuf më përpara këta të nacionalitetit tjetër, para se me ndodh lufta kanë fjallën, e mon me në atë periudhë. A ja këni shtri dorën njëri tjetër për festa, bashkë po du me ditë? Ose aja... Jo, kjo dorën ja kemi shtri para vitit 80, 2-3, e të tje e krej kemi prish marrëdhëniet. Po. Se mos për ardhës se Miloševiqit në pushtet në vitin sa ka qenë 87, 86, 87, ma e kemi... As një raport. As pak. Veç ata kanë pas kryetarën e vetë për Serb, unë e kam qenë kryetar për Shqiptar. Po, kështu që ne kemi marrë vendimin në veti. Ata në veti. Ata s'kanë mujtë qas me marrë, i mi konë, si me thonë... Një shumicë në ashta. Ma shumicë i mi konë edhe i kemi pas pak dëgjona ma tepër, në vetëm nëse me esemi një vendim në fshat, për shama do të krymë që të punë, që të rrugë, do të punojnë diçka, unë vetëm kryetarit ju një thëshë, jo do të më tërbu kaq të holla, edhe ne i kemi kaq. Edhe mos kemi pas, a i të bëj këtu, të hollat e tyne, unë e këne, i mashna une, gjitha edhe e kysh me aksionin. Shumë. Po kur taman po i them kështu në gjuhën popullore, kur kërsiti lufta në këtë pjesë, a kalon shumë dhimbje, shumë plagë, zoti Isuf? Po me kalon edhe plagë, sepse na i kemi 2 dëshmorë. Pastaj vujtit kanë qenë shumë të mëdhaja, se edhe na jemi inkuadru në luftë, kemi pas plogën tonë këtu në këtë kode, edhe kemi pas të mbikëqyrën. Ashtu në erë për shtabe që ju të keni sebet të mbikëqyrë, jo mi martetu diçka, vetëm mi mbikëqyrë, se ashen forcat për Soarikës, edhe kështu ne kemi pas në kontrol gjithmonë këtu, mirë po ofenziva e shtatorit e vitit 98 ka qenë shumë e vështirë, kështu që fshati ka qenë i rrethuar për gjitha anëve, edhe në këtë anë për Biraqet, i thujmë na, a ne për Qafës Dulës, këne në për Soarikës, këne për Vuzhalës, domethënë për gjitha anëve ne kemi qenë të rrethuar në Mohlan për shkak të serbëve që kanë pas.
Ka qenë taktike tyne me mbrojt serbët, mos me ju zemtru, mos me lonë mu zemtru serbët. Kështu që na jemi konë shumë të rëthunë edhe s'kemi mujtë po na me komuniku me asgjo. Në pika tjera që kanë qenë 2 pika naltë, Krushicës, janë të hekë. Ne në kanë shku në këto pilës e ka mos, kurse ne jemi mirë këtu të rëthunë për gjitha onëve. Prandaj edhe kemi këtu në fshat të burgoshe kemi, kur njerëz shumë të burgoshe kemi, sepse na nuk kishme mo ka të shkojmë, kështu që u përzitu me popullat, pa armatim, pa uniforma, me popullat. Mi për ndërkohë e kishin ai që ka posën regjistën e UÇK-s, e kanë zonë, dhe ja kanë morë regjistën, kështu që me regjistën në kanë gjirë në fshatë dhe në kanë burgosë. Neve. Personalisht ti ke përjetu shumë? Personalisht edhe unë më zanën edhe unë kam qenë në burg, pak 8 muaj në Prizren, pastaj pjesën tjetër edhe 20 muaj tjerë për kuplit të Serbisë. Për që ta edhe thash ju i keni 300 vjetë me një çka keni kalu, ju babalorët e tonë, është të fjallë. Më nalë pak të arsimi që po thuaj se një jetë ke shërby, po du me lidh pak edhe në atë kohë, përmenet dikun mes treshtash që kontribut shumë i veçantë në fakt ka qenë edhe arsimi që domosdoshmërisht keni bo kudo keni mujt edhe keni mojnë mësim. Ajo periudhë me tash qysh kujtohet, zoti Isuf? Ne ju takojmë 2 sistemeve, sistemit komunistat në arsim, po këti sistemit demokratik ne, mirë për të ashtë nështë dikuna nuk i pëlqen me thonë se sukseset e kemi pas shumë atë mirë atëherë se sot. Disiplina në shkollë ka qenë shumë ma mirë atëherë se sot. Këto janë gjona... Jo, po vrejt edhe prej rezultateve që po i kemi realisht. Këto janë vërteta. Mësimi i atëhershëm që a zhvillu, shumë ka qenë ma produktiv se i sodit. Amo pse ka ndodhë që kja? Unë e kuptoj që ka evolu teknologjia e ma shumë nga që pesh, le të themi, po pse ka ndodhë që kja? Mu ma mërmenja kë është një hap shumë i shpjetum të na, me kurikullat ndryshme, morë nga Evropa, kur ne jemi shumë në Evropa Evropës, në me shku të ashtë me njëherë kras me Evropë, dhe mon ka qenë një perspektim shumë i madh edhe i teksteve edhe i kurikullës së arsimit. Ka mujtë me nga bo dëmë, po thu? Po thamë, të ashtë sukses, po dhjitë suksesi. Po dhjitë sukses që nuk ka sukses. Se në zonë që përshemë dhe i merë, dhe 15 libra në shkollë, ato së i përdojët gjitha në shkollë. Mund të mi përdojët të gjitha. Në veç qanë të rëndë, po është. Qanë të rëndë. Prandaj, do të me qenë pak ma reduktum, plan programi arsimor, edhe me mujtë me arrit ma tepër, se kështu unë vetë kumë punu edhe tash, para 8 vite kumë dorë penzion, veç shumë ashtirë ka qenë, shumë ashtirë ka qenë. Amo, kërë të menesh, do të Isuf, tash është hi edhe një sistem tjetër, zot mos e bë me përkra dhunën që në zonë që me këto, po ku përshojmë disa rase tash, ndoshta edhe edukata nuk po është më në nivel duhur, se kur më ke bërtit ti mu, për një avë mos këmë gëzu me që u kryt për i bonke. Realisht qashtu është. Qashtu është, për atë arsye disciplinat ka qenë shumë ma mirë se sot, po mune tash fajtorë më me bon ma shumë pend, se sa mësë. Baza është familja. Baza është familja. Prindit tash nuk ka në kontrol fëmijën, nuk ka në bikësyre fëmijën po banë që apëllojnë në shpi njëherë mas pari, pastaj edhe në shkollë banë njëtën. E shkollën që se ka shpi e ka kretë, zoti më se boftë. Prandaj, do të prind ma shumë më angazhuar për drejtim, sot s'ki që ka kalëzën prindit, për në zonësën e ti se thotë, ju më, fëmija jam i mirë, jam s'ban kur gjo, unë ka pas rast që ku kalëzu për shumë nëse një vajë, nuk ka sjellë mija në shkollë, ku kalëzu për ide, shka është ku mi gjithë fjallë fëmijës, mos ta ima zonën. Ti e me të gabimi? Po, të unë jetë gabimi, se gjithë dënë që këne vetë me pas një dhosën me fjallë. Prandaj edhe kemi lanë në stuhi. A të folim pak edhe për këta banorët Mohlanit e përmende që ke qenë në atë kohë edhe si sekretari i fshatit. E lidhës demografike, po. atë
qatë rol e kryshëm edhe sekretarë dhe sekretarisë demokratikës, s'ka pas tjera partij këtu. Si fshat kështu, nga çka keni jetu gjithmonë Agji Jusuf? Ma shumë ne kemi edhe me bujqësi, po edhe me punësim, ma shumë se kemi pas shumë njerëz të punësum suarix në mos në Ballkanë, në Svepse, kemi pas njerëz të punësum mjaftë, po kemi edhe tukët, kemi fushë, kemi mjellë ma herët, në para lufte kemi mjellë, në Bironë kemi mjellë, ma herët edhe mise kemi mjellë, kemi jetu me këtu, po ma tepër me diku e vënë edhe me gërbet, se kemi tash për tash kemi shumë gërbet. Kemi shumë njerëz Që kanë shku atje dhe që do më dho pas një mërgjimtar shumë. Po. A mon men, a konë ky fshat kështu të vlu prej njerëzve në kohën tonë kur ke qenë? Po, ka qenë shumë i mbushur me njerëz, me fëmijë, të më thonë, tash na bazohemi ma shumë në shkollë, Po. se fëmijët, çdo klasë ka pas, dy paralele kanë qenë ka dy. Prej vitit parë, të në tetën atëherë kanë qenë ka dy paralele. Dhe ma sporti kanë pas 25 nxënës e ma tepër. Të në 42 nxënës. E tash kanë një paralele, edhe ato janë, jo të përgjysmume, por edhe ma pak, do më me 8-7 nxënës një paralele. Këtu të regon që atëherë ka qenë shumë, njerëz ka pas shumë, ndërsa sot Që përveç që njerëzit në kanë shku në vendet perëndimore, është edhe pak kjo lakmia që në katën nuk rrihet. Se kur të menësh, nështë ta përpara ka pos shumë krerë të lëpë dhe sot nuk e ki asnjo. Apo mo këso a ju, a i na bo një farë qyteze, këtë me sa në të bleme. Po, se për këtë baktive, ashtu edhe sigur qyteti mi bon, që këtë fush, sa fush kemi na, e tëra është djerë. Ska, nuk punohet. Nuk punohet, shumë e vërtet. Me të pyet nashta i ka shumë atë, i ke pak si pyetja fundit, Mohlan pse emrin e ka fshati? Kjo është si... Gojdhon kështu. Si gojdhon, kjo nuk ka kur, nuk kemi në farë përkthimi adekuat, dikush që ka studiute. Po. Nuk e ka studiute. Shqip nuk është. Për sigurisht ashtë dikush të kanë qenë për para vllazni, Mula, Lani, e tjeti, këtë tjeti, po këtu dhe janë... Sjenë sigurta. Këtu vëtë muna mi full ashtu. Zoti Jusuf, qika qke se nuk po du më të munu, se 70 vjetë edhe me Ramazani e oraj që kime dollë për këti mujt bekum me plët shëndet, e falemderit shumë që ndove pak, nashta me i hy që i thujnë, mësëm këthe, e unë e një kanë herë bomën, mësëm këthe atje, se hy shumë fel tani. Janë shumë shtia, kemi pos shumë probleme atë jo me solidarizimin me minatorët të tejpë, që si jo diferencimi ideopolitik që jabon shuha kemi që nëna për ato shkallë, imi bon pytje sene, ka shumë për të tegu. Falemderit shumë që ndove pak ku, pak ece me mu edhe të ktheva pak mrapa deri sa të kujina. Falemderit edhe për juve, që keni va vizit. Shumë respekt. Ju presim edhe hera tjera. Tash ku të lëtëze pranë vera, nashta edhe ma mirë bon të Edhe sni. ma mirë, sigurisht. Të rritë njëra, falemderit shumë. Shimi pas pak, pas një bisede shumë të mirë me zotin Jusuf Gashi nga fshati Mohlan. Në Mohlan, fatkeqësisht sikur në secilin fshat të Kosovës që kemi takuar, shkollat të cilat edhe në prag të mbylljes mirë, po si faktor janë nxënësit në ike.
Në shkollën fillore të mesme dhe të ulët na jemi veçilharë që në këtë fshat aktualisht funksionojnë, ose më mirë të themi në proces mësimor janë plot 150 nxënës, duke e përfshirë edhe kryeshefsin e epërme si fshat. Pra në të dy shkollat, në të dy paralelet janë plot 150 nxënës, ndërkohë që në këtë shkollë ka nxënës të fshatit Çadrak, Vërshefc, Straqini, inshallah po i thëm mirë, edhe Kryeshefc i poshtëm. Sigurisht një shkollë e madhe edhe me kushte bukur të mira. Bisedova së bashku me drejtoreshën, mirë po gjithsesi që ja respektoj edhe angazhimin që ka brenda shkollës dhe mi dha vetëm këto informacione sa i përket shkollës së tyre. Sigurisht që shkolla prej 2 mandateve që e ka marrë zonja Leridona, drejtoresha e shkollës, kur e ka filluar në fillim kanë qenë dikon 270 nxënës, po thuajse afër 300-shit. Mirë po faktorët e ndryshëm e dini tashmë, po e them edhe një herë tjetër që janë ikja nxënësve, po jo domosdoshmërisht jashtë vendit, sepse drejtoresha e shkollës na tha që nxënësit kanë dalë edhe jashtë qytetit. Sigurisht që kur dalin të rriturit, familjarët edhe fëmijët shkojnë pas tyre dhe mandej pëson që me u liru edhe shkolla edhe fshati në tërësi. Bukur shumë, me rëndësi që shkolla nuk është e zbrazët totalisht, kështu që ne po dalim në pjesë të tjera të fshatit me u mundu me gjetë banor të cilët flasin më shumë për historinë e Mohlanit dhe jo vetëm për historinë e këtyre njerëzve që janë të mrekullueshëm, siç e thash në fillim. Shihemi vetëm pas pak. Qendra mjekësisë familjare në Mohlan, që nga funksionale, paktën banorët po thonë ashtu, sa herë në ditë puna mjeku, a mos e din? Prej 12 kanë pauzën. Do më thonë, mundet me punu dikun 4 orë në ditë, 5? Super. Edhe po dogot që i ka disa kushtet mirë, a veç po na këshyr një grua as dorën, s'po na qenë as me det. Nuk di, do më thonë. Shkojmë kërkojmë njerëz, me rëndësi që i pas kanë të gjitha shërbimet që mundën me u bo në këtë fshat. A i atë shushia? A ko bëjro ma heq? Hajde ti, hajde. Ha? Po i shola o qilë gjithë. A i asia? A i bëri fort? Veç ty po të shatë të pununa për o bërë, qa me bo burë? Si, a je mirë, të më tjeta. Apo vjen pak? Treku gjo s'ko, unë jam Valdeti. O shuj! Një emision e bëj në përkatune promovimin e tyne të njerëzve, punës, fenomeneve braktisjes, zhvillimit, edhe jam të dy pak njerëz që më flasin për fshatin Mohlan. Qëre, unë jam banore këtu vit, kjo pas një jam, ja po unë jetë në Sari. Apo a? Pse ke do në Sari?
Për ku ndalë 2003 që është rrethonat të kanë. Apo, a? A më më rëndësi po vjen fshat? Po ty e thakë që. Po dy fjallë ti, më nësh më na i folë që shë mon men më hlanin ma herët, paka shumë historia edhe. Ndërgja. Po vjen keq në shësotën që... Jo, më stanin, pa merak. Hinë mrena në fshat atje i gjonë do që kanë ma abet ma shumë folin, kanë kohë më marrë. Okej, do më thotë që kjo është brëndësia e fshatit më lën. Shtu që kjo ambulanta, shkolla, që mundi me shkollu në shkollë, që? Po, pa tjetër, isha edhe në shkollë. Po. Respekt. Jo, ja nuk më folja, ja vishëm kalëzej statistika së në zonë si keni. Po. Respekt. Pej 2003-ës nuk jetë këto, mirë po kjo pro një jemi dhe kum jatë shtu pëmë. Halal qovë, më se le me shku dëm. Respekt për ty. Si për në se cilim fshat që zakonisht kemi probleme ose nuk i kemi ato sepse janë zgjidhur edhe sidomos në emisionin tim e kërkoj kryetarën e fshatit për me i marrë ato referencat sa është bo për fshatin ose çka ka mungesë që me u bo më tutje. Sot me knaçi shumë madhe kam zotin Armend Gashi, a ka Bashi? Gashi në fakt, nga fshati Mohlan, që njëherit është administratori këtij fshati që 2 mandate në qoftë se nuk ka bom, dhe sigurisht që për të do të flasim për të mirat e fshatit që i ka bërë komuna, për edhe mungesat që janë brenda fshatit, se nuk e thash rastisht që gjithmonë ka diçka që mungon. Në fshatin Mohlan jemi dikon mos gaboj fsha në qoftë se nuk gabon 475 metra në alësim bidetare, me atë sa e kam pa sipas informacioneve, por që me zotin Armend flasim pikërisht për këto probleme. Zotin Armend, dore që i mirë, edhe hera parë për kamere. Faleminderit. Faleminderit shumë që na pritet në fshatin Mohlan. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjetëm. Fola pak, po du me njerë me dalë në temë zoti Armend so ka bo komuna për fshatin e Mohlanit. Është dikun këgjan thellësit so harekës fshati juaj. Është zonë koordinor malor. Si punime do më fshatin tonë janë bon, edhe mandatin e parë të qeverisë, edhe mandatin e dytë është veç mandati i tretë, atëherë janë shtru disa po the gati gjitha rrugët janë shtu me kubza, për asfalt s'kemi pas shumë nevojë, po për shkak të relit. Megjithatë rrugët janë përfunduar, pothuajse të gjitha. Ndriçimi publik, kemi ndriçim publik. Kur ka ardhur? Ndriçimi publik e bë dikon mandatin e parë, dikon të kryetorit. Marremaj. Punimet tjera, diçka nuk kemi më të mbaja, është bo palestra sportive e shkollës. Këto? Po, është pjesën tjetër të fshatit, që mund më zhvillu aktivitetet për fëmijë, po edhe për banorët e fshatit, gjithsesi. Kjo është shumë e mirë. Armend, zakonisht edhe me kryetarët e fshatrave, edhe problemi më i madh realisht në këto fshatra është rrjeti i kanalizimit. Ndoshta jenë bo vijat, jenë bo cevat, po gropa skeptike që është në fund atje gjithmonë mbetet e pa ndërtume edhe pa përfundume realisht. Që është gjendja me ujrat e zeza këtu? Ujrat e zeza, si ujrat e zeza trajtume janë bo kanalizime, ndoshta jo 100%, ka nevojë hala për kanalizime, po 95% janë kryesi kanalizime, po gropa skeptike nuk kemi tash si gjithë. Po, pikërisht këtu. Njëti probleme kemi, ana grop skeptike nuk ka. Do më janë përfundu si kanalizime, po do më në qysh derdhën së kur gjithë do më në për proje apo lëmej. Një, po që kjo është ma keqe. A ka në i kërkes për teje kështu në komunë që base me mujt me u bo një zgjidhje për këtë apo ju? Kemi diskutuar në komunë për këtë probleme, në kam që është një projekt për këtë komplet komunës së Arigës. Apo? Komu bo do më në me zona jone, me pjesë mushtishti, do më e gjithë rrethina. Po, më bon... Sigurisht do të me qenë një projekt goxha i madh, me i përfshi të gjitha. Zotë Armend, dëgjova dhe për banorëve në fakt më herët që me rrjetin elektrik keni problem, po të pyes pak edhe ty edhe pse nuk ka të bëj asgjë me komunën, pse ky problem, ndoshta largësia. Dëgjoj, atëherë ne si fshat kemi qysh mbati problem me rrjetin elektrik. Jemi për momente vetëm me një traf, do të furnizohet gjithë si burim të rrymës, vetëm me një traf të përgjithshme.
edhe kemi bërë domethënë kërkesë, momentalisht jemi shumë keq, domethënë sidomos sezonën e dimrit kur janë edhe mërgimtarë domethënë, Sigurisht. është ngarkesë shumë e madhe, është kërkesë shumë e madhe rrymës edhe nuk ka furnizim të mjaftueshëm të rrymës. Nuk kem me fjala nuk kem rrymë tash, është më problemi të trafa, po është problemi i përgjithshëm, nuk po them që është edhe Po. Mirë po ju keni bërë kërkesë. na kemi bërë kërkesë, kemi bërë peticion, domthonë jemi konatë kryetarit të zë Balima Remaj edhe të zyrat e Keksit, kemi bërë peticion, kemi mbi 200 nënshkrime, edhe për momentin ato s'kemi ndaj diçka të A kanë premtu kur me datë saktë që mundet me sjell trafa apo jo? premtu na kanë domthonë që ka marrë në vitin 2026, po tash kur vjen, kur bën Këto premtimet kanë herë janë. po nuk e di. Urojmë për matinë. Përshëndetje. S'kena rrodha. A je mirë. Po do më të pyet pak edhe për banorët. Si kryetari i fshatit mundesh me i njoft sepse merresh me to çfarë banor jeni ju të Mohlanit? Me zvetja keni shku gjithë mirë apo jo? Banorët janë shumë të mirë, banorët me A janë bashkëpunues po du me Janë thonë? bashkëpunues, janë punëtor, nuk janë telashegjin. E që kjo është ma e mira. Secili ka punën e vet, shumica kanë atë bizneset veta, që është shumë e mirë, kanë ferma, kanë Këtu në Bohlan? Po, punojnë, domthonë pa kështu punë tjetër. E po që kjo është ma e mirë. Që kjo është ma e Që mirë kjo dhe ma e është- lidueshme. Armend, desha me të pyet pak për vetë faktën që jena me një nalëcimi detar ky fshat juva. Keni probleme me ujin e pijës realisht ose ç'është furnizoni? Jo, realisht na me ujë të pjesë nuk kemi problem. Domthonë në fal ujësillë që kemi, burimi natyror tonin, Brellën, është financuar në vitin 2000 prej CDF-it holandez edhe është bashkëfinancim domthonë edhe me komunën e Suarekës edhe me banorët e fshatit, në atë kohë domthonë është ndërtuar si rrjeti i ujësillësit. Kemi furnizim 24 orë me ujë të pjesë, nuk kemi domthonë ndërpremje, fal menaxhimi domthonë vet tonin. Kemi domthonë ekipën që e mirëmban, kemi një pagesë solide që domthonë sa për kushtet për me mirëmbajt, po jo domthonë pagesë të lartë. Po edhe kryeni me rregull, me qenë se nuk është shumë e madhe. Banorët janë korrekt me pagesë, domthonë nuk ka telashe, e mirëmbajmë vetë, e financojmë vetë, domthonë Do thotë për gjatë tërë ditës që keni ujë mjaftueshëm. përjashton ai defekt me herë kur ndodh, po ma domthonë për raste kemi ujë. E puseta, a keni si banor apo është nalëcia si nuk lejohet? Bunari, themi. Bunare, po, kemi edhe bunare private, domthonë banorë që kanë, Po, sigurisht. Rrjeti i ujësillësit është funksional non-stop. Kur e përmendëm më herët për problemin pak me energjinë elektrike e gjitha këto, si mungesë e fshatit, a keni edhe diçka tjetër, kam dëgjuar edhe sa i përket qerdhes që keni bë shumë ankesa zoti Armend ju. Ke problem kryesor është Që lidhet me emigrimin e nxënësve. Po, me emigrimin nxënësve është shumë aktual, Po. sidomos edhe nxënësve po edhe banorëve, për shkak se domthonë po mendojmë na që pak ndër arsyet kryesore është edhe mungesa e qerdhes. Për shkak se domthonë njerëzit tash janë gjitha për puna, janë për funksione ndryshme. Domthonë janë detyruar me një farë forme me u zhvendos në qytet që me pas domthonë më afër qerdhën, afër punën, gjitha domthonë më afër. Kjo pak na penalizon neve si fshat, domthonë që nuk e kemi se për arsye se na jemi si fshat edhe pak si në qendër domthonë të fshatrave të tjera, që mund me gravituar fshatra të tjera domthonë me pru fëmijë në qerdhë këtu, me vazhdon punë. Po deri sot nuk është realizuar. Premtime kemi për domthonë është kanë mandatën e parë kryetarit si premtim që ka më bëni qerdhën në Mohlan, po deri sot haros është realizuar. Presim. Presim Se kur e përmende mundet me mbush edhe qerdha sepse me sa dëgjova kishte edhe fëmijë të fshatrave të tjerë çadrake, diçka që vinë këtu, kështu që mundet me qenë të qasshme ajo. Prej para luftës, edhe sot është Mohlani është nëse është si qendër, domthonë si pozicion është si qendër gravitale domthonë gjithë fshatrave. Këtu gravitojnë domthonë fshatrat e Krushicës, një pjesë e Budakovës, Vërshet, Stravoqin, janë domthonë çadrak që vinë domthonë edhe nxënësa në shkollë. Po. Edhe si qendër për shembull qytetare kanë Mohlanin. Domthonë është pikë kryesore si pas Suarekës. Po. Domthonë për çdo gjë domthonë është Mohlani, kështu që si për shkollë, si për realisht duhet me u bë. Për çdo gjë realisht është e nevojshme shumë. Ka nevojë shumë u bë, tash shpresim. Apo thotë që e ka premtuar pe mandatit parë kryetari. Mandatit parë është domthonë qendrat më vonë edhe qerdhja. E qerdhe, po. Zoti Armend uroj që edhe qerdhja dhe problemi me energjinë elektrike e trafës ka me u zgjedhë së shpejti. Ty të falenderoj shumë që ishe i qasë shumë me mua dhe mi tregove problemet e juve, mirë për ato që janë zgjedhur ndër vite. Po,
punë të mira janë bërë tash, janë po rrugë, janë po ndriçime. Kur bon punë mirë s'mujna mja hup. A ka nevojë më bë më shumë? Sigurisht se ka nevojë. Faleminderit shumë. Nga kjo bisedë me kryetarin ose administratorin e fshatit zoti Armend, pyetja me pak pamjen nga kënaqësi që shihet realisht Suareka prej këtij vendi ku jemi në Mohlan. Shihemi vetëm pas pak. Tua tjeta, a je bori fort, qëshje, a je mirë, Jemi ka pak, jemi. apo lodhësh, Ai ka pak. i fort so dush, Edhe jo, nuk jam bashkë mirë për shnete. pse mëre? Diçka më ka marrë me dici se më po drejtohen ashtu. Po të 20 vjet nuk e ki mo, Jo, qëshje, se- a je mirë, për ndryshe, bacja herosh ka bosh, ja? Po, ajo shko bashkë, po. Niva që ke qenë edhe ti në arsim, Po, e vërtet është. Kam punu 43 vite, 43 vjet, tash më në penzion, a? po në pension. Mete tu shrit me një shqitore që ka shërby edhe mas luftës, bacja herosh, a? Po. Qysh e mon men ti qatë kohën e para luftës? Në fshatin e juve, kam fjallën se le dikon tjetër. Po kanë qenë, ne kemi pas tu edhe Serbë në këtë fshat. Mardonët kanë qenë të mira, deri sa orë Miloševićin pushtet, masa ne jenë prish, Mardonët. Mardonët jenë prish denë qatë pikë kur po thu Po, ka po, orë po, Miloševićin, po, cilin vetë saktësisht? Po, kanë qenë 87 qëto vite. Po, apo do me thonë që bashk keni shku mirë me ta Po, e kemi shku mirë për ta. s'keni pas Jo, probleme. nuk na pas probleme kur kohë. Ata në 98 në 99 më veç dëllën prej fshatit kur edhe u bo lufta masanej. 99 kanë dalë, kur kanë dalë forcat e NATO-s to. Ata kanë, na s'kemi qenë këtu, ata kanë dalë vetë. Kanë shku. Zoti Ajrosh, Me ushtri kanë shku. ti për vete, a ki shërby në atë ko si ushtar ose diçka, apo jo? Jo, kështu i veshë nuk kam qenë, po kemi shërby në gjithë pikë pomi. Me buke, me gjanërat që ka honë në nevojshme. Edhe pikën e kemi pas këtu në shap. Po, Edhe aty të vëzhgimit, a? Po, të vëzhgimit edhe kemi qenë edhe me armë. Me armë. Po, Sot, si pas teje, ka ndryshu fshati ju prej mas luftës dhe shumë ka pas ndryshu. Shumë. për të mira, për të Për keq. të mirë, për të mirë. Shtëpit janë këtë treja, rrugët janë të mira, këtë janë të mira. Po kur të kthehesh në rinin tonë, që shamon men fshatin? Ka qenë fshati shumë me shtëpit vogla, me dritare të vogla, me të mbuluar me rasa, ka qenë thjeshta. Punëtori i arsimit ti, Unë punëtori arsimit... a ke bo me knatësi profesionin tanë? Po, shumë e kom bo me knatësi. Vërtet e kom bo me gjeneratat e mija, s'ban më lëvdu, po kanë qenë dallume. Sot a i shet generatat e Po, tua? i shoh. Atë folin, atë njohin? Po, që shë, më respektojnë. Ja, po. Arsimi a ka dallu si pas teje tash që sheshe me atëherë? Ka Shumë dallim. pyet i Sufi na ka thonë që në atë kohë në shta keq me thonë, po ma shumë ka pas rregulla dhe disiplina atëherë se E tash. vërtet është. Po pse kështu? Një respekt ka qenë për mësusin ma shumë. Prindi ka eduku ma tej për fëmijën. Sot, nërsi mësusit shojnë, çka thojnë, është pak një dallim i madh me atyre. Po dhe po. Ma që Ajrosh nuk po du se
edhe ko keme shëndet ju mirë, po s'po duhet ta morë shumë kohë, veç falenderoj që pranove me fol me mu, edhe inshallah ki shitje sa ma shumë. Faleminderit. Respekt për ty. Kalosh i mirë. Shumë falenderit. Po ta marrë që kësë është me mu. Shumë falenderit. Bisedu me Bacin Ajrosh, njëri tashmë një pensioner që ka qenë në arsim për 23 vite. Tashmë kohrat i kujtën edhe i ka vetëm kujtime, më falë. Ka mbet veç kujtime për vetë faktin që, më falni për zhurmën që përshka këtëj, kanë kalu tashmë ato kohë, a i tha që nuk ka qenë i veshur në ushtarë për që ka shërby dhe ka pos pushk në dorë dhe kjo është më rëndësishmja që me shërby për vendin tënë, për atë dhejën tënë. Po thuaj se jemi ka fundi, për ndryshe, Zoti Ajrosh ishte shok ose koleg në arsim i Zotit Isof, për jo sjellem më pak pomir sepse jemi ka fundi se nuk ka që ka dhe shumë njerëz që cilët janë gatshëm me folë para kamere, po ju qëndroni me pomir që u sjell dini. E unë po hipa përshëndes edhe një herë Bacin Ajrosh, shihemi pas pak. Të ndëruar shikues dhe të ndëruar banor të fshatit Mohlan, faleminderit shumë për mikpritjen, faleminderit shumë për fjalët e mira, faleminderit shumë për sjelljen e juve, e që e karakterizon se çfarë njerëz të mirë jeni. Edhe unë nuk knoqa se gjatë tërë ditës në këtë fshat, gjysmë ditën në fakt, mos të teprej me thonë tërë ditën. Faleminderit shumë që mësuat edhe më shumë për këtë fshat, për njerëzit që jeni dhe që keni qenë më herët, edhe urej që me pas gjithmonë këso lloj njerëz që e dojnë fshatin e tyre, dhejën e tyre, që me çdo kusht janë mundu që me qëndru këto për tërë jetën. Juve shikues dashur, faleminderit që nga java në javë po më sugjeroni, po më kritikoni, po më thoni mo kështu e bën ja kështu e bën ja kështu në pyll ngoj se po mundohem me bë në mënyrën më të mirë të mundshme emisionin Votër me Valin. Mos e harroj më u thonë që uroj që ju shkon një të gjithë besimtarëve musliman ju shkon një Ramazan shumë i lehtë, se për neve, për mua dhe dini, po shumë i lehtë. Kështu që dorë Zoti me dal prej këtij Ramazani me vepra të mira si njerëz edhe me qenë shpirtat tonë shumë të pastër kështu. Kështu që deri në takimin tonë të radhës se që është të premtën tjetër, mos harroni me ndjek video të shkurta që vijnë nga Votër me Valin edhe emisionin në tërësi. Miropofshim e ju du fort. Pak pamje nga fshati Mohlan, nga një nalësi mbi 500 metra nalësi mbi detare. Sot Mohlani vazhdon të ruaj traditat, kulturën dhe mënyrën autentike të jetës rurale, duke përfaqësuar një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë dhe identitetit të qytetit të Suharekës.